Njësia rajonale e komunikacionit rrugor në Gjakov është duke zbatuar planin operativ me qëllim ngritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor. Albin Saaqia, komandanti i trafikut rrugor në drejtorinë rajonale në Gjakov, tha se kemi krijuar një task force e cila do të jetë aktive gjatë gjithë sezonit, me qëllim të parandalimit të aksidenteve dhe mbarvajtjes në komunikacionin rrugor. Ne kemi filluar një plan operativ, e kemi krijuar një task force e cila do të vazhdon gjatë gjithë sezonit verore, me qëllim të vetëdijësimit të preventives në sigurinë rrugore, sidomos në kundërvajtjet që i konsiderojmë më të rrezikshme. Saaqia tha se është bërë edhe një plan i cili quhet motocikleta, që ka për qëllim ndalimin e ngasësve të këtyre mjeteve, të cilët shumë shpesh shkaktojnë kundërvajtjen gjatë ngasjes me shpejtësi të madhe. Kemi filluar planin operativ motocikleta, ku si qëllim është vetëdijësimi i gjithë dhe pjesëmarrësve në trafikun rrugor, është shqetësuese fakti se në rrugë kemi motocikleta të paregjistruara, të padoganuara, kemi drejtues të motocikletave pa patent shofer, pa helmet dhe çka është më e rëndë që edhe bëjnë vozitje të rrezikshme. Puna jonë është që ata drejtues mi vetëdijësu, të marrin masat edhe preventive edhe ndëshkuese ndaj tyre. Kapiteni Saaqia gjithashtu tha se rezultatet e para të aksionit vetëm janë mbretur, nga se janë konfiskuar 120 motocikleta, ku ngasësit e tyre kryesisht kanë qenë të mitur. Në planin operativ që kemi implementuar, ku janë konfiskuar 120 motocikleta, ka shumë fëmijë, do më thonë një përqindje shumë e madhe e fëmijëve të cilët dalin në rrugë të moshës 13, moshës 14, moshës 15 vjeçare. Andaj kjo ne i japim edhe një mesazh edhe prindërve të atyre fëmijëve që të jenë të kujdesshëm, ta ngrisin vetdijen edhe prindërit, për shkak se blerja e motocikletës apo nëse prindi është në dijeni që fëmija i tij ka dalë me motocikletë në rrugë në atë moshë, atëherë ekziston rreziku shumë i madh që të përfundojmë me aksidente dhe me lëndime të rënda apo me pasoja fatale. Aksioni me task force-ën për ndalimin e ngasësve të pakujdesshëm dhe konfiskimin e motocikletave do të vazhdojë gjatë gjithë kohës, tha kapiten Saaqia.